Vision Plus ka një ditë shumë të rëndësishme për gjithë ju që jeni fansa të një programi të mirë që ka bërë bashkë familje shqiptare kudo që ndodhet. Po flas për Albania's Got Talent dhe për finalen e madhe që ju pret sonte në mbrëmje. Një mbrëmje plot ngjyra. Mos harrojmë që fatmirësisht kemi të bëjmë një skenë e cila ka pritur shumë llojshmëri talentesh, nga ventrilokuistët, tek këngëtarët, tek kërcimtarët, tek iluzionistët dhe tek gjithë ata të cilët kishin shumë ngjyra në shpirt, i bën bashkë në disa performanca. Disa patën fatin menjëherë të shpërnguleshin nga performanca e parë përmes një Golden Buzzer për në finale, e disa të tjerë sigurisht ishin pjesë e kompeticionit dhe vetëm 11 prej tyre ja dolën të jenë në këtë finale të madhe. Pra imagjino, 11 finalist ku përballë kanë sytë kureshtar të publikut dhe familjeve të tyre. Me shumë emocion janë përgatitur maksimalisht për dhënë më të mirën e tyre përballë një urie që ka patur ngjyrat më të bukura të bëra bashkë në ekranet shqiptare. Mos harrojmë që çdo konkurrent ka qenë nga çdo trep shqipfolse, gjë që do ta bëjë dhe më interesante garën sonte në mbrëmje, duke qenë se votimi e kemi tashmë të komunikuar edhe në çdo sajt zyrtar formulën, nis menjëherë sapo përfundon edhe performanca e fundit. Kemi të bëjmë me 11 performanca, menjëherë pas performancës fundit mund të votoni në voto.visionplus.tv. Votimi është vetëm online. Ju votoni për të preferuarin tuaj. Çdo votues, çdo ndjekët, çdo pasionant i kësaj formule dhe i këtij produksioni ka të drejtë të votojë 10 vota. Dhe pastaj ju zgjidhni fituesin. Ata performojnë dhe i preferuari juaj fiton. Kështu që kjo është formula. Dhe Albania's Got Talent, ja sigur të ju mbajtë të kushtuar përballë ekranit të Vision Plus në mbrëmjen e sotme. Votoni, ndiqeni dhe bëni pjesë dhe pse jo, ndoshta me një numër rekord votash kemi fituesin e dytë. Pra, çfarë bëjmë ne sot? Gëzhdohemi përpara ekranit. Kemi shumë çka për të parë, kemi përdjekur një spektakël i cili e tham e përmbushi qëllimin në formën e tij më të mirë, bëri bashkë çdo familje shqiptare përballë ekranit për të shijuar një program që përçoi më së miri vlera. Kështu